Sprova me mollë konën, kur jë mëzu për i shkollu, e mëra poshtë dhe këmë pështu. Këmë vra femrën e këmë bo operacion. Qështë? Po, punë sigurim, natës. Jo s'kom pasun edhe që të rrëtë nishën ditën që për shemëll jë mërzu, asë që ato s'ma ka paguaj. Veki je fikse 300 erët, neve s'na interesën. Asë spital, asë kur gjë, këtë pagesat më ka do thonë në vetë mi banë. Cila ka qenë sprova më e madhe që ke pasur në jetë? Cila ka qenë sprova më e madhe që ke pasur në jetë? Sprova me mollë konën, kur jë mëzu për i shkollu, e mëra poshtë dhe këmë pështu. Qysh ka ndodhur kjo kallëzim pak më gjithë? Po, në kontrëm e natës, pa gjumësia ka bot vetën edhe kështu këmë ra për i kate dytë në parë në shkollë. Edhe? Pasoja kjo gjë? Të në kamën e këmë vra femrën e këmë bo operacion. Qështë? E situatë, kogja? Po se është të jere ronë, që e sprova me ronë në kanë për mu. Gjatë kohës ki qenë në punë? Po, punë sigurim, natës. Antikon, sa ki pasur në mbështetje? Jo s'kom pasun edhe që të rrëtë nishën ditën që për shemëll jë mërzu, asë që ato s'ma ka paguaj. Veki je fikse 300 erët, neve s'na interesën. Asë spital, asë kur gjë, këtë pagesat më ka do thonë në vetë mi banë. 4 mjera, do më hanë, më ka po operacioni, 2300 këmë marrë rrugë, kështë sa këmë punu atë. Asë një përfitim nga shkolla s'ki pasur? Ja, tja jo kompani private, sigur. Po da që s'u kemi ando në shkollë? Ja, kjo shkollë punoj që tashtë si pastrus, ama ajo kur ka ndodhë që ajo konë kompani private. Kompani private? Po. Sa ki punu në kompani? Sigurim, Sa në ki natën. punu aty në kompani? Po një 6-7 muje. Po ti pare kërkes që unë në punë ka ndodhë kjo dhe du me pas një lloj sigurimi që në më thënë ka ndodhë të vendi juj. Je po, aji ta thëshin se s'ke boti kontrat me ta. Se ti s'ke pas kontrat, kur që s'ka. A keni pas kontrat? Jo, s'kena pas kontrat, që ashtë të në kanë zezën. Po. A të kanë pas të në sprova, sa të kanë bërë dëforë për jetë? Në kanë bosin, për shembull, tash unë punoj në një shkollë ekonomike pas rruzme në një kompani, po, më thonë të 20.000 herë bje kontratën, vazhdojme. Po edhe me gjithë se edhe aty po bëjnë diskriminime, edhe aty nuk i pagujnë. Na gjysa punëtorëve jemi me shkollë, gjysën e në privat, ata pagujnë 60 era, na pagujnë ma lirë, ata ma nalë, si interesa kujnë, edhe dësh më punu, po në mos dësh kënë shpe. Sa paguat një pastrus? 360 era, unë e pagujnë, ata i majnë 420, 430. Sa shumë mjaftueshme kjo për në bajtë familje? Po është që nuk është e mjaftueshme se këtë një njeri më dalën që aty para si, po që do pak fëmija ka pak në animojnë edhe që aty se nuk është. Dhe më thënë, a i ke diskriminu në herë për shoqërisë njerëzve? Ti punon pastrus, a i diskriminu? Po në kanë diskriminu, e gjithësere, na jem kanë diskriminu pe që na kanë qitë në kompani private, diskriminimu kanë dajmë. Jo greva, jo protesta, jo ditë pa komune, jo në sindikat, janë nej, jek nej. Fundit ata e këshyre në gjepin e vetë, interesat e vetë, asë për interesat për punëtorë. Po që stajën e punës nuk ta pagune, heq, kur gjë, jo, përvojnë e punës, heq, qka, ti veç shkën që ashtu. Sikur më kanën, është më krasu si njeri. Ashtë shumë keq, është sidomos sektori privat, është me lujnë me punëtorën, zëzaten, një largujnë, një qesin, gjithë shka bojnë. A ka do da të punu pakesën, dhe më thënë me s'u të adha me kohë? Po ka pasën, na një Filipianët pasrim, 56 ditë të bonë, dhere kënë marë, ata kanë marë rrugën e dytë në të parë, në atë herë këna pasë 150 era rrugën. Edhe, po, na ishëm pak edhe në mosh, se s'ja vlejki më shku për qatë të parë, po mësë me u venën e punës vazhdojshëm. Kanë komuna dhe ishen që jo ju këthejmë na me shkollë, edhe një vjetë a dyja, edhe ju këthejmë, a e banë dhe 12 vjetë që ashtë të vazhdojnë, s'ka kur gjë. Përshëndes, të uroj shëndet, gjithë mirat njëtë. Faleminderit. Gjithashtu edhe juve.